Kasierja gjen burrin të fshehur në frigorifer, pastaj zbulon nga kush po fshihet. Por përpara se të fillojmë historinë tonë, shtypni butonin pëlqej dhe sigurohuni të abononi dhe të aktivizoni zilen e njoftimeve që të mos humbisni asnjë histori të re. Lena rregulloi etiketën e saj të emrit dhe filloi turnin e saj të zakonshëm të natës në supermarketin 24 orësh. Korridoret ishin të heshtura dhe sterile në ndritat fluoreshente që gumëzhinin. Gjithmonë e njëjta gjë, rimbushje raftet, fshinte dyshemen, skano ushqimet e rastësishme të dehurve. Ajo pshërëti u tërhoqi kapuçën e saj më fort dhe u drejtua drejt seksionit të ngrirjes për të kontrolluar inventarin. Dërsa shënonte temperaturat e frigoriferëve, Lena ndaloi. Një derë kishte kondensim të trashë të shpërndar në xham, më shumë se të tjerat. Kjo është e çuditshme, vula duhet të jetë e prishur, mendoi ajo. Por ndërsa e fshinte, vuri re diçka edhe më të çuditshme. Gjurmëgishta të lehta në brendësi, sikur dikush e kishte prekur kohët e fundit. Një ftohtësi rrënjshiti në shpinë. Në pllakat e sapo fshira, Lena vuri re gjurmë këmbësh të lagura, njerëzore, të zhveshura, që largoheshin nga frigoriferi. Ajo i ndoqi ato pas qoshes, zemra i rinte fort, por ato ndaluan papritmas përpara raftit të drithrave. Asnjë njeri në shikim, asnjë vend për të fshehur aty pranë. Ishte sikur personi të kishte avulluar në ajër të mos kishte ekzistuar fare. E shqetësuar se dikush po luante, Lena hapi çdo derë frigoriferi përgjatë korridorit. Pica të ngrira, akullore, perime. Pastaj ajo u befasua. Pas xhamit të njësisë së fundit, një burr me pantallona të shkurtra blu dhe një bluzë qëndronte i ngjeshur mes gjelave të ngrirë. Sytë e tij ishin të gjerë dhe të frikësuar. "Të lutem", përshpëriti ai, me buzët që i dridheshin. "Mos u thuaj atyre." Lena u tërhoq mbrapa dhe zemra po i rrinte fort. Burri nuk u përpoq të dilte. Ai vetëm qëndronte aty duke u dridhur dhe syt i kishte të mbërthyer tek ajo me panik të pastër. "Kush je ti?" pyeti ajo. "Pse po fshihesh?" Por ai vetëm tundi kokën. "Ata janë këtu", përshpëriti, "janë afër." Lena ndjeu një val frike, por nuk dinte kush ishin ata. Lena i ofroi pulovrën e saj duke u përpjekur të qëndronte qetë. "Ke nevojë për ndihmë?" tha ajo. Ai e mori por vazhdonte të hiqte shikime pas shpatullave. "Nuk e kupton?" murmuriti ai. "Nëse më gjej, gjithçka ka mbaruar." Lena hezitoi. Ai ishte ai në ndikimin e drogës, i paqëndrueshëm ëndërrisht, apo vërtet i tmerruar nga diçka që askush tjetër nuk mund ta shinte? Ajo u nis drejt dhomës së sigurisë për të kthyer prapa regjistrimin. Kurioziteti ishte përzier me frikë. Skanoi pamjet e 2 orëve të fundit. Asgjë. Pastaj një dritare 5 minutëshe tregonte statik, sikur sinjali të kishte dështuar. Vetëm ajër i vdekur. Ka përputhe saktësisht më momentin kur ajo duhet të ketë gjetur burrin. "Si hyri ai këtu?" murmuriti ajo. Papritmas, një zhurmë metalike i honte nga hyrja e pasme. Lena u hodh dhe zemra po i rrinte shpejt. Kontrolloi platformën e ngarkimit. Asgjë e dukshme, por bulona e kyçes së derës së dorëzimit ishte kaputur plotësisht. Dikush kishte provuar të hynte me forcë. Ajo u kthye shpejt në korridorin e frigoriferëve. Burri ishte ende aty, tani duke u dridhur dukshëm, duke mbajtur pulovrën e saj. I panikosur burri u hodh nga frigoriferi. Ai rrëshqiti, goditi një radhë dhe u rrezua në dysheme mes një grumbulli me kanoçe fasule. "Më gjetën", tha ai me vështirësi. "Qëndrova shumë gjatë." Lena e ndihmoi të ngrihej. Ai dukej sikur nuk kishte ngrënë me ditë. "Të lutem", tha ai, "mos i lër të më marrin përsëri. Unë shpëtova." Ndërsa e studioi, ajo e pa. Një tatuazh i zbehur rrethor pas veshit të tij. Ishte i çuditshëm dhe ritualistik. Diçka që ajo kishte parë vite më parë në një dokumentar për kulte të çuditshme. Stomaku ju fundos. A është ky burr pjesë e një kulti apo më keq? Po ikte nga një i tillë? "Çfarë është kjo?" pyeti ajo. Ai u ngri duke prekur pjesën e pasme të qafës. "Emri im është Jason", tha ai. Zemra e Lenës u ndal. Ai emri kujtoi diçka. Viti i dytë i shkollës së mesme, një djalë i qetë që u zhduk pa shpjegim. Jason Barnes,
fëmia që gjithmonë vizatonte në fletoren e tij që një ditë pushoi së ardhurin në shkollë. E pamundur, përshpëriti ajo. Por gjashmëria ishte ai, më i vjetër, i ndryshuar, por ai. Lena kujtoi posterat rreth shkollës, vigjiljen me qërinj, thashë themet, disa thanë se Jason kishte ikur, të tjerë pretendoni se prindërit e tij ishin të përfshirë. Lena kishte qarë kur gjetën fletoren e tij në pyll. Tani ja ku ishte, duke u dridhur në një dyqan ushqimor. Unë rrëmbeva, tha ai qetësisht. U rrita në një vend që nuk mund ta imagjinosh. Jason shpjegoi. Kulti e quante vete rruga e pastër. Ata rrëmbenin fëmijë, i rritnin në izolim dhe impononin bindje. Unë hika sapo pata mundësinë, tha ai. Por ata kanë njerëz kudo. Nuk dija ku tjetër të shkoja, doja vetëm ftohtësi, zhurmë, kamera, diku ku mund të mos më ndiqnin. Por qartësisht, ata e kishin ndjekur. Monitori sigurisë së dyqanit u ndes, një furgon i zi u fund në platformën e ngarkimit. Dritaret e errta, fenerët e fikur, një burr i gjatë pa shprehje doli dhe skanoi hyrjen e dyqanit. Jason u tensionua. Ky është njëri prej tyre, përshpëriti. Ai kthen njerëzit mbrapa. Pulsi Lenës u ngrit. Ajo ndihej bllokuar mes një makte dhe një zgjedhje që ende nuk e kishte bërë. Dritat u fikën të gjitha, frigoriferët u ndalën me një rënkim. Dritat e kuqe të emergjencës mbuluan dyqanin me hije të çuditshme. Jason e kapi për dorë, ata lëvizën shpejt. Duhet të më fshehësh. Lena e tërhoqi pas ekspozitës së drithrave. Hapat i honin diku në korridore. Ata kur nuk vin vetëm, shtoi ai. Ka më shumë. Duke mbajtur telefonin në errësirë, Lena telefonoi Gian, një shoqe nga shkolla e mesme që tani ishte gazetare investigative. E mban mend Jason Barnes? Përshpëriti ajo. Ai është gjallë, është këtu, por dikush po e ndjek. Gian nuk bëri pyetje. Mbahet të sigurt, po vi tani. Lena e mbylli telefonin dhe qetësoi frymën. Ajo nuk kishte të bënte vetëm me Jasonin më. Në errësirë Jason qau. Nuk e kupton, përshpëriti. Nuk kam prekur një telefon për 15 vjet. Kam harruar si tingëllojnë filmat. Mendoja se mirësia ishte një gënjeshtër që ata përdornin për të na zënë. Lena shikoi atë duke u thyer. Jo më thjesht një erratisur, por një burr i shkatërruar nga heshtja, nga izolimi. Ajo i shtrëngoi dorën. Kultisti u afrua më shumë. Lena kapi një fshes, Jason kapi një gjel të ngrirë. Kur figura u hodh nga rafti, Jason goditi i pari, duke e rrëzuar pa ndjenja. Sirenat jehonin jashtë dhe Jason u rrëzua nga lehtësimi. Ata do të vinë përsëri, tha ai. Gjithmonë ka më shumë. Lena shikoi drejt derës, e gatshme për çdo që do të vinte më pas. Policia dhe Gian mbërritën disa minuta më vonë. Jason u dërgua në mbrojtje. Kultisti në korridor u arrestua. Brenda furgonit, dosje, foto, harta, dëshmi të 10 fëmijëve të tjerë të zhdukur. Lena dha një deklaratë dhe duart i triteshin. Ai nuk kishte nevojë të shpëtohej, u tha ajo oficerëve. Ai vetëm kishte nevojë për dikë që ta dëgjonte. Një javë më vonë Lena shikoi lajmet. Fytyra e Jasonit, e turbull por mbrojtje, u shfaq në ekran. I detyrohem jetën time asaj, tha ai. Ajo hapi një frigorifer dhe më liroi. Lotët ju mbushën syt. Ajo kishte shkuar në puna të natë duke mos pritur asgjë, por tani për shkak të saj, gjithçka kishte ndryshuar dhe dikush kishte një shans të dytë. Historia e Lenës dhe Jasonit shërben si një kujtesë e fuqishme për ndikimin e thellë që mund të ketë dëmshuria dhe vigjilenca në momentet më të papritura të jetës. Ajo që filloi si një turn i zakonshëm nate në një supermarket 24 orësh, u shndërrua në një ngjarje që ndryshoi jetë, duke shpëtuar një njeri nga një e kaluar e errët dhe izoluar, dhe duke hedhur dritë mbi një të vërtetë ronditse për ata që jetojnë në hijen e kulteve dhe frikës. Guximi i Lenës për të dëgjuar zemrën e saj, për të vepruar pavarësisht frikës dhe për t'i dhënë zë një të panjohurit të dëshpëruar, jo vetëm që i dha Jasonit një shans të dytë për të rindërtuar jetën e tij, por gjithashtu zbuloi një rrjet të errët që kishte rrëmbyer jetë të tjera. Kjo histori na fton të reflektojmë mbi rëndësinë e të qenit të pranishëm dhe të vëmendshëm ndaj atyre që na rrethojnë, sepse shpesh
një gest i vetëm mirësie, qoftë një dorë e shtrirë, një pyetje e bërë, apo një moment kur ndalemi për të dëgjuar, mund të thyejë zinxhirët e viteve të vuajtjes dhe të hap derë drejt shpresës dhe shërimit. Në një botë ku ka shumë njerëz mund të ndihen të humbur ose të padukshëm, Lena na tregon se çdo veprim, sado i vogël, mund të lërë një gjumë të pashlyeshme, duke ndryshuar jo vetëm një jetë, por duke ndezur një dritë për të tjerët që ende luftojnë në errësirë.